Pra kemi një farë mënyrë një Shqipëri 3, edhe kemi një diasporë që nuk e ka zgjell me të vërtet tiki. Normalisht që as emigranti nuk e zgjell tiki, por fëmijët e tyre nuk e zgjedhin absolutisht. Unë personalisht kam qenë 11 vjeçë kur prindrit e mi vendosën tiknin, nuk kam zgjell asgjë, isha thjesht një valixhe në Itali, në Rom, edhe fëmijët, edhe personat që erdhën sot nga diaspora janë fëmijë të personave që një farë mënyre apo jo kanë vendosur tikin, ta lënë Shqipërinë, po kjo është edhe një mënyrë për të thënë që diaspora jo vetëm kthehet, por edhe krijon lidhje të reja, e ngres zërin, e mbulon mediatikisht, krijon aleanca, sepse në fundit diaspora po jeton në një vend tjetër. Edhe cili është roli i saj? Sigurisht të organizojë protesta, sigurisht të vendosi, të jap informacion, por ne sot e kemi një Shqipëri si që kemi sot edhe për shkak të kontributit diasporës. Është e vetmja mënyrë që të bashkojmë nizmat edhe mund t'ja dalim, sepse forca e grupit gjithmonë e ka bërë zyrtar këtë gjë që edhe si shembull, ja shikojmë Afrikën e Jugut që kundër apartheidit ja dolën, duke bashkuar, duke denoncuar çfarë po ndodh, fal edhe internacionalizmit, fal edhe disa shoqata ndërkombëtare që janë lidhur njëri tjetrin për mjedisin, për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e popullat autoktone, edhe janë përbashkët e ja dolën. Pak a pak mund t'ja dalim vetëm përmes internacionalizmit, të lidhem me njëri tjetrin me çështje të tjera sepse na bashkojnë gjithmonë. Vjedhjet e tokave, korrupsioni që i ushqen këtë sistem oligarkisë, autokracisë, edhe ja, kjo është vetëm mënyrë. Prandaj jam këtu që si diasporë që është rrit jashtë, kam lindur, po është rrit jashtë, jam këtu që të krijoj brigje midis kulturave të ndryshme, midis situatave të ndryshme, sepse është vetëm një mënyrë për t'ia dalur. Me këtë shtetë korruptuar, me këtë maskarin që na kanë thellur, na kanë dëgjuar, tani duhet të na shesin, jo, nuk e shesin dignitetin, nuk e shesin edhe një vlonjat, edhe dy të vinë këtu, ata do ta thonë fjalën e tyre. Rama jepe dorëheqje. Erdhi Agiosës, erdhi në Sotës, ai e ka dhënë për këto potrore, për ndecën potrore, për sortë të për ece, për terminale gazi. Ne Shqipëri mos bëj paza! Ne Shqipëri mos bëj paza! Ne Shqipëri mos bëj paza!